Më besoni që është jashtëzakonisht e mirë, shpesh herë ndikon shumë se sa medikamentet ku i përdorëm ilaqet psikotrope, ku i përdorëm në psikiatri, bëhet përdorur shumë, kemi pasur këtu tek depresionet të cilat janë në bana rezistente, të depresionet madhore, ato të cilat mo ilaqet nuk po ndikojnë. Ndikon shumë mirë tek personat të cilat vuajnë nga epilepsia, është tek PTSD-ja, tek stresi post-traumatik, ankthin e stabilizon, e ul simptomatologjinë tek ankthi, përdoret edhe tek dhimbjet e migrenës, ku shpesh herë as analgjetikët nuk ndikojnë, kjo ka treguar rezultate të mira, dhe gjithashtu edhe ndihmon edhe te lërja e duhanit, dhe ne e përdorim këtë shumë edhe tek personat të cilët abuzojnë me substancën narkotike e psikoaktive.